edhe për faktin e deklaratave të forta që bëri në Knesset, ka ngjallur reagime të forta nga Ankaraja, nga Turqia. A është kjo fillimi i një përplasje të madhe mes kryeministrit Rama dhe thonjza mentorit të tij Erdogan në Turqi? Apo jo? Pa ja, këtu më nxorri një argument në raport me atë që thash. Okay. Gjithmonë Rama, mënyrën se si ka luajtur marrëdhëniet publike, ka lënë mendoj se në këto marrëdhëniet e veta personale që i krijon me njerëz, si ato që ka pas me Erdogan, ka gjithmonë diçka më tepër, ka nga një më mbrapa në mendje tjetër. Po për këtë ka luajtur me këta, jo me biznesmenat, të kujtohet që kur u krijua Air Albania, si një gjë shumë e madhe tjetër. Pastaj falimentoj, po. Jo falimentoj, falimentuan këta. Duke di sa udhime shtetërore janë bërë që s'janë pagu kur kostot e tjera. Po, e rëndësishme është që s'ekziston më. Pra, çështja është edhe me Turqinë, ne realisht, konkretisht, përveç ndihmës që na ka dhënë Turqia në raport me tërmetin, me rindërtimin, këto që kemi me NATO, bashkëpunimin ushtarak etj, me shëndetësinë në kohën e Covidit, megjithëse shumica e njerëzve kanë shkuar me paratë veta, që ti më qartë. Konkretisht me Turqinë, në këto 13-14 vjet, çfarë kemi bërë ne? Po ç'është është Turqinë Serbinë, ti e shef që Turqia dhe Serbia, pavarësisht se nuk janë kaq të afërta me njëra tjetrën, por nga pikpamja e biznesit e zhvillimit e tjerë, kanë shkëlqyer. Ne e konceptuam dhe njëherë marrëdhënien me Turqinë, hajtë marrim njërin se s'po ja përmendem që ka muhabet me të një biznesmen nga Vlora, po e fusim aksioner, po e fusim me të. Jo e të shu, jo bëjmë pushime, jo bëjmë takim, bëjmë show. Konkretisht, pas 13-14 vjetësh, çfarë kemi me Turqinë? Shumë pak gjëra kemi me Turqinë. Kemi Çalikun, po Çaliku ka ardhur në kohë të Fatosnanos, nuk ka ardhur as kohë Berishës, as kohë Ramës. Bizneset e Çalikut janë në Shqipëri ato që janë më të rëndësishme, grupi Çalik. Kemi bankën, po dhe jo atëherë ka ardhur. Madje në këtë moment që flasim bas kemi as Turkish Airlines, sepse ja hoqim fluturimet Turkish se do t'i jepnin ekskluzivitetin kësaj Air Albanias. Jo tani Turkish Airlines e ka marrë në dorë. Jo, po do filloj fluturimet se deri tani ka qenë pa fluturim fare. Domethënë se kemi në gjë të madhe me Turqinë, kemi pas vetëm show. Turqia ka hedhur para këtu për jo rindërtimin këto gjë që thotë, po gjithë kjo ka qenë show. Në momente kyçe elektorale ka kontribuar. Jo xhamia, është shfrytzuar politikisht, edhe është imagjinuar politikisht dhe ka luajtur, madje ka luajtur në mënyrë as kështu as ashtu, se i ka thënë që ja unë do t'i sulmoj Gylenisët, do i pastroj Gylenisët, po pastaj gjithë Gylenisëve o i dha shtetësinë, o i dha bizneset, o i dha kështu, ka luajtur me 2-3 tavolina dhe bukur dikush është që dhe turqit e dinë. Dhe këtë ta thot një njeri që Erdogani ka takuar disa herë në fundit unë me Erdoganin, e mi di këtë tjetër që s'do t'i përmend ata dy zonit e tjerë. Kemi ndej 3 ore gjysmë tavolinë në Sarajev para 7 vjetësh. Duke biseduar pikërisht këto gjërat me Shqipërinë. Pra, pas 13 vjetësh. Çfarë kemi ne me Turqinë? Shumë pak gjëra. Pra, edhe me Turqinë është luajtur me imazh. Pra, le ta shohim kështu. A shqetësohen turqit? Po të lëvizim ne ambasadën në Jeruzalem? Do bëjnë disa deklarata e tjerë. Po de facto, Kosova e çoi ambasadën në Jeruzalem, po marrëdhëniet e Kosovës me Turqinë janë të shkëlqyer. Nuk si prish në punë. Kështu që as mos ta shohim një herë kështu sikur dikush këtu është i rëndësishëm të tregoj që dikush në Turqi u nxe për shkak të vizitës në Jeruzalem dhe prandaj ne jemi kaq të rëndësishëm se ndryshe na vjen Turqia. A mos jemi në kuadër të këtij manipulimi sërish dhe sidomos sot në kohën e rrjeteve sociale, kjo gjë është shumë e thjeshtë për liderët. Pse është për liderët shumë e thjeshtë kjo? Shiko, deri dje, kur nuk ishin rrjetet sociale, kur nuk ishte ky lloj komunikimi publik, të qeverisje një vend si Shqipëria ishte problem, sepse ki parasysh çdo qark donte të vetin, çdo katun donte të vetin, partitë politike fatosname shkret, kishte aty brenda KPD-n, kryesinë, çani kokës, ministrat, gjithë ato jepte gjithë llogari aty. Ky sot as i takon më, domethënë, ka deleguar Taulan Ballës grupin parlamentar. Dhe e vetmja mënyrë që komunikon me njerëzit janë rrjetet sociale. Pra kush të thot ty dhe mua që
nuk është pikërisht interes i këtij zotërisë sot për problemet që ka, në mënyrë të jashtëzakonshme, sepse është një aktor i jashtëzakonshëm për këtë pjesë, që intereson pikërisht që ti thotë edhe dikujt në perëndim, e shikon që mu mërzitën muslimanët. Kështu që mos më lëshoni se unë jam ai që po luaj, që bëj ekuilibër. Aq më tepër që ka një opozitë budallështu që nuk e kuptojnë. Bie direkt në këtë gracë. Që nuk e si pash në gjë të veçantë nga Turqia. Pash një 20 veta që kishin mbledh këtu me xhlisi një organizatë këtu në qendër Tiranës, edhe ata i kishin zgjedhur pikërisht në rrjetet sociale të Tiranës, edhe në këto mediat pro qeverisë, që thonë ja shikon si na janë nxjerrë këta. Po nuk e se pash nuk zu gjumi njëri në Stamboll apo ku diun Hakan Fidani shkret që e një Shqipërinë që kur ka qenë kreu i Tikës, kur unë kam qenë kryetari i kulteve para 21 vjetësh, ai ka qenë kreu i Tikës e pastaj drejtori i shërbimit sekret pranë një në detaj, nuk e zu gjumi se bëri Rama vizitë në Jeruzalem. Sepse kanë halle tjera. Ki parasysh kanë Iranin kufi. Turqia gjithë këto ditë është shprehur musulmon Iranin, mos zgjerojmë konfliktin, mos zgjerojmë luftën e tjerë. Është ka kaq shumë halle bota, domethënë Ukraina etj, saqë të mendosh që një vizitë periferike e një vendi shumë periferik në një kohë që s'prodhon asnjë lajm ndërkombëtarisht, sepse lajm ndërkombëtarisht do të ishte për shembull zhvendosja e ambasadës në Jeruzalem. Besoj që më shumë kjo shkon në logjikën që i intereson dikujt këtu të tregoj që kemi një lajm dhe duhet të ta them. Është i jashtëzakonshëm. Administrimi i menaxhimit publik të lëvizjes të tij është jashtëzakonshëm. PR-i propaganda